Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala shafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, salamet dhe salavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun e lartësuar që të na ripërtri lidhjen tonë me Kur'anin dhe Kur'anin ta bëj dritë të gjoksave tonë dhe pranverë të zemrave tona. Tash e 6 ligjërata jemi duke folur në lidhje me mallin për Kur'anin, me një rikthim të përnima drejt Kur'anit dhe në madhrim të fjalës së Zotit dhe një kapje serioze me fjalën e Zotit, pra me Kur'anin famlar. Dersi sotëm ka të bëj me disa këshilla praktike se si t'i rikthehemi Kur'anit dhe si ta kapim Kur'anin për një mend dhe si ta marrim si busull udhërrëfyese në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Autori të cilin po e shpjegojmë librin e tij, Akil Shemri, e përmend një shembull shumë domethënës. Thot, në rastin në jetën e kësaj bashkëkohore në të cilën jetojmë, shpesh shembuj të përditshëm mund të na bëhen argument kundër nesh. Dhe e sjell një shembull që më bëri të meditoj rreth tij dhe të ndalim disa çaste. Pra nëse dikush ta shkruan një letër, një mesazh ose një email, apo ta jep një letër fizike, e merr e lexon dhe kalim t'ia shon një sy, nuk nalesh shumë çka ka dash me thonë, e mbyll edhe e bën arkiv. E arkivon atë letër, e gjun diku me i qoshe edhe si kushton shumë vëmendje. Po të njëjtën letër, me të thonë që autori që ta ka dërguar atë letër ka një pozitë shumë të lartë në shtet. Qëse bashty ta ka dërguar atë letër, qëse mes rreshtave janë disa kuptime që ti ka përcjell. Ai ke lexuar me vëmendje, njëjtën letër që e ke lexuar kalimthi, i kthehesh dhe ta s'mund ta mohej askush pinesh, në mesazhet në cilat na vijin plot në telefon, veç mendojeni këtë rast. Veç na thuaj që personi që ta ka dërgu është me një pozitë, e ka këtë sifat, e ka këtë cilësi, është me këtë pushtet, është kaq i pasur, me këtë autoritet e kështu me radhë, deri në fund t'jep disa përshkrime. E merr atë letër tash të njëjtën të cilën e ke lexuar, apo ja ke lënë sin, apo veç e ke mshel me sy të shpejt, e merr dhe thash e lexon me shumë seriozitet dhe këshyr mes fjalëve çka ka dash me thonë. E këshyr kuptimet çka ka dash me t'i përcjell. Dhe mbase e lexon edhe me zoh. Mbase edhe krenohesh me atë letër. E publikon status. Filoni më ka dërguar letër. Ja ka dhënë familjes. Ja u lexon me zoh, gëzohesh. Që më ka qu letër, filan Fisteku. Qoft ai një pushtetar, një njeri, qoft ai mret, president, udhëhec, çfarë do qoft ai. Vetëm më kohën me një status pak më special se sa njerëz e zakonshëm, se sa njerëz e shoqënia që çojnë letër. Allah dhe të kanë shembull më i lartë. Mirë po, pa e madhru, pa e njoh më së pari, ai i cili na ka fol në Kur'an, na nuk mundemi madhru Kur'anin. Pa e ditë se kush ka fol ty në Kur'an, që o fjala e Zotit, kush është Allahu, ti s'mundesh mi madhru Kur'anin. Nuk mundesh mi kapti çato porosi. Që rregulli është ajetet të cilat janë zbrit, janë gjithë përfshirëse për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha kohrat. Dhe edhe pse ka pas mundësi disa ajete kanë zbrit në raste të veçanta, ju kanë dedikuar personave të veçantë. Aleikum selam. Rregulli thot në shkencën e usulit dhe në tefsir, që nuk merret parasysh shkaku i veçantë në të cilën ka zbrit ajeti, mirë po është i përgjithshëm, diskursi të cilën Allah i lartësuar na drejtohet në Kur'an, na dedikohet sikur më na përmend me emrin e me mbiemrin. Andaj vllazën, pa e marr mi madhru folësin e Kur'anit, Rabbul Alamin, pa e njoft Allahun e lartësuar përmes emrave të tij, cilësive të tij, mi ditë veprimet e tij, mi madhru emrin e Allahut, mi njoft, më na mbjell në zemër madhështia e tij, atëherë ne kot themi që e madhrojmë Kur'anin. Andaj edhe e marrim, e lexojmë Kur'anin vetë sa për sevape, apo vetëm sa për bereqet, dhe nuk ndalemi të shikojmë të cilat janë ato porositë nën rreshtat të cilat Allahu i lartësuar na ka folur.
cilat janë ato pse Allahu i lartësuar ka përmend saktësisht këtë emër në këtë ajet, e pse ka përmend këtë tregim e kështu me radhë deri në fund. Abdullah ibn Mas'udi, duke i mësuar nxënësat e tij Kur'an, ja u thot një shembull, një fjalë. Dhe sikur po e ndjejim se çu don më au përcjell në këtë fjalë, Abdullah ibn Mas'udi nxënësave të tij madhërimin e Kur'anit, madhërimin e Allahut të lartësuar. Ju thot: "Khudha fa wallahi la hiya khayrun mimma 'ala al-ardi min shay." Thot merre, se vallahi në faqen e dheut nuk ka diçka më të mirë se sa Kur'ani. Nuk ka në faqen e dheut diçka më të mirë se sa Kur'ani. Andaj ne që në mënyrë që të gëzohemi me Kur'anin, në mënyrë të cilët Allahu i lartësuar i ka përshkruar në Kur'an, yafrahuna bima unzila ilayk, gëzohen me atë çfarë të është zbritur ty, me të gëzohemi me leximin e tij, fillimisht duhet ta njohim Allahun e lartësuar përmes emrave të tij dhe cilësive të tij. Dhe kjo njohje nuk duhet të jetë njohje sipërfaqësore. Nga se njohja sipërfaqësore, pra ne besojmë në Allahun, Allahu ekziston, kaq. Jo, duhet me hi pak më fill. Pak më shumë në hollësira me njoft emrat e Allahut të lartësuar. Jo vetë emrat e përgjithshëm të Allahut, se Allahu është Ar-Rahman Ar-Rahim. Po shka i bjen Ar-Rahman Ar-Rahim? Qysh ndikon emri Ar-Rahman Ar-Rahim në jetën tonë të përditshme? Pastaj merr emra të tjerë, të cilat mbase as në emër, domethënë as emrat nuk i di. Es-Satir, Es-Satir. Me të pyet çka i bjen Es-Satir, Es-Satir? Do të mundal. Ku e kemi dëgjuar cilën ligjërat, cilën libër duhet me hulumtu kuptimin e këtij emri? Mungesa gjuhës arabe, mungesa aktimit tonë në Kur'an, tek libra të cilët i komentojnë kuptimet e emrave të Allahut të lartësuar, na bën që na mi kalu ajetet përmendet emri i Allahut të lartësuar dhe nuk reflektojmë as pak. Apo ta zojmë për shembull emrin El-Hasib, El-Hasib, Sariu El-Hisab, e kështu emra të tjerë të cilët i lexojmë ajetet dhe nuk ndalemi, andaj edhe se madhurojmë Kur'anin, andaj edhe nuk përmallohemi për Kur'anin. Andaj hapi parë vllazën që mi pas parasysh për një rikthim të një mend tek fjala e Zotit, tek Kur'ani, është që ta ripërtrijim lidhjen tonë me Allahun e lartësuar duke e njoft Allahun, duke e njoft Allahun përmes emrave të tij dhe cilësive të tij, emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta, i cili nuk ka asnjë mangësi, i cili është i pastër nga çdo emet. Pa e njoft Allahun dhe pa reflektuar emrat e Allahut të lartësuar në jetën tonë, atëherë nuk mujmë na mi madhru Kur'anin. Nuk mujmë na kur ta kapim mushafin, nuk është sikur mi kap një libër të thjeshtë. Nëse thash ne një letër më na ardh, edhe më na tregu që autori i kësaj letre ka një pozitë, edhe të ka përmend ty me emrin në mbiemër e madhrojmë atë letër, atëherë Rabbul Alamin, sunduesi i ditës së gjykimit, sunduesi i çdo gjëje që ekziston, i krejt krijesave, i cili e ka lavdruar veten që e ka zbrit këtë libër, ta ka zbrit Kur'anin dhe ta ka ruajt sa vite me radhë, shekuj, ka mri Kur'anin, domethënë i paprekën. Dhe ne e kalojmë 24 orë, e java, e muaj, nuk e nalim, nuk gjejmë kohë, mu ul, mi lexu fjalën e Zotit, mi madhru fjalën e Zotit, mi kuptu, mi reflektu, me punu dhe mi mësu të tjerëve. Andaj pika e parë pra është që nëse dojmë të rikthehemi për një ma Kur'anit, duhet ta përmirësojmë sëmundjen ku po qalojmë. Pra nuk mund është ti më marë me simptomat e sëmundjes, duhesh më marr me burimin e infeksionit. Burimi i infeksionit është xehli jon, ignoranca jon për Allahun e lartësuar. Nuk e njohim sa duhet Allahun e lartësuar. Nuk e madhrojmë Allahun e lartësuar, andaj nuk e madhrojmë fjalën e tij. E thjesht, don mi shëru, don mi ripërtri, kapjen për Kur'anin, don me një keqardhje që po të ik dita pa wird të Kur'anit, po të ik java pa lexuar surën Kehf e pa lexuar surat e tjera. Problemi është në zemër, që nuk e njohim sa duhet Allahun e lartësuar. Se sikur ta kishim madhrimin e Allahut të lartësuar sa duhet në zemrat tona, në hapësirën e vetme që e gjejmë, kishim më kthy te Kur'ani. Kishim më kthy te Kur'ani, me lexu Kur'anin, me reflektu, me kuptu, me punu me ta. Andaj ka thonë Uthmani, sikur të pastroheshin zemrat tona, nuk kishin mungohur nga leximi i Kur'anit. Pra problemi është në zemrat tona, andaj çështja e parë që i përmirëson këto është që ta njohim madhështinë e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar thotë: "Wa ma qadarullahi haqqa qadri." Nuk e kanë madhruar Allahun e lartësuar ashtu qysh ai e meriton, qysh ai është i denj. E kur ta marrim me njoft Allahun e lartësuar, më së miri mund ta njohim përmes librit të tij, se Allahu i lartësuar veten e tij e ka prezantuar në librin e tij. Mirë marr, vetëm merr surën Fatiha.
Cilat emra të bukur të Allahut të lartësuar përmenden në surën Fatiha? Pse e lexojmë ne çdo ditë në çdo rekat 17 rekate, veç në fare të surën Fatiha? Nëse përmenden disa emra të bukur të Allahut të lartësuar, s'paku mund dalë me çta emra apo me ata emra që përmenden në surat e fundit të Kuranit. Al-Ahad, kush është? As-Samad, kush është? Malikin nas, ilahin nas. Çe surën Fatiha? Alhamdulillahi Rabb, emri parë, Rabbil alamin. Alhamdulillahi, Allahu i pari, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, edhe dy emra tjerë. Maliki Yawmiddin, emri katërt. 5 emra hidhur në surën Fatiha. Allahu i lartësuar jo rastisht i ka përmendur ta emrat e bukur të tij. I lartësuar është ai dhe i patemeta. Andaj ne duhet të reflektojmë, ta njohim emrin e Allahut të lartësuar, duke u shërbyer me tefsiret, me libra të cilat i keni në gjuhën shqipe dhe me ligjëratat të cilat i kanë komentuar dhe i kanë shpjeguar hoxhallarët e vendit ton apo edhe dietarët kush ka qasje në gjuhën arabe. Dhe kemi libra, disa libra të shkurtë dhe kemi edhe libra voluminos. Është librave të shkurtë që ta mundsojnë një njohje të bukur të Allahut të lartësuar në mënyrë të shpejtë, është libri Ai është Allahu, nishi dhe dyshi. Ai është Allahu, nishi dhe dyshi, e i kanë ka 150 faqe, shumë pak faqe, mundesh me lexu me një mbrëmje, me një vikend mundesh me lexu. Ama ta ndryshon jetën. Nëse do të rritën ambicjet më shumë, atëherë ki emrat e bukur të Allahut të lartësuar është 2 vëllime. Është secili vëllim ka 500 faqe, diku 1000 faqe, ama kjo është projekt jetësor. Ama thash, pa e madhruar në Allahun e lartësuar, nuk mund ta madhrojmë Kur'anin. Na po çalojmë, po nxehem pak me një ligjërat, ja nisim pak wirdin, nuk shkon 2-3 ditë, na mund shejtani, na mund dunjaja, na mund epshet dhe na hub wirdi Kur'anit. Andaj duhet ta përmirësojmë lidhjen tonë. Pastaj mbas njohjes së emrit të Allahut të lartësuar, duhet të meditojmë përveç se për emrat e Allahut të lartësuar, duhet të meditojmë edhe për cilësitë e tij. Dhe të zbatojmë ato cilësi në jetën tonë. Çysh më zbatoj? Për shembull, mëshira e Allahut të lartësuar, që rrjedh si cilësi për emrin e bukur të Allahut të lartësuar, i gjithëmshirshëm, Ar-Rahman apo Ar-Rahim. Përmes emrit të tij, cilësisë e mëshirës, ne duhet të veprojmë, të mëshirojmë të tjerët. Nga se rregulli thotë, kama tudinu tudan, el jazau min jinsil amal. Ashtu që ti trajton të tjerët, të trajton Allahu i lartësuar ty. Shpërblimi është në bazë të sojit të veprës. Nëse ti i mëshiron ata të cilët janë më të dobët, qofshin ata fëmijë, qofshin ata kafshë, insekte, shpezë, çka do qofshin, ato gjallësa, e tregon ti mëshirën. Ti tregon një farë dëmshërie, një farë mëshire për ta, shpreson tek Allahu i lartësuar që më të mëshiroj. Kjo është një veprim tjetër me emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Dhe shtoja tjetër që mi lut Allahun e lartësuar përmes cilësive të tij. Mi lut Allahun e lartësuar përmes cilësive të tij. Pastaj ka shumë cilësi të cilat ne as nuk i dimë që i ka Allahu i lartësuar. Për shembull, njëra prej cilësive të Allahut të lartësuar, Allahu i lartësuar ka përmend ta'lif, fa'alafa bayna qulubikum. Allahu i lartësuar ka zbut, i ka afru zemrat e juaja. Allahu i lartësuar i ka zbut zemrat e besimtarëve. Allahu i lartësuar i thot pejgamberit sikur shpenzojë çfarë ka në tokën e qiellt, që mi zbut zemrat e besimtarëve mi bashku, ato nuk kishe marrit, po Allahu është ai i cili i ka zbut zemrat e besimtarëve. Andaj i gjen besimtarët, familje këtë të ndryshme, nacionalitete këtë të ndryshme, ngjyra këtë të ndryshme, e dojnë njëri tjetrin, e mëshirojnë njëri tjetrin dhe shprehin një farë dëmshërie, një farë ndihme për njëri tjetrin. Tash, kjo zbutje zemrave, që zemra mu afru me tjetrin, zemra mu mësu me tjetrin, e lut Allahun e lartësuar dhe reflekton me to edhe në çështje tjera. Edhe në çështje tjera, për shembull, mu të zbut zemra për një ibadet të caktuar. Mu të mësu zemra për një ibadet të caktuar. Për shembull, dhikrin mas mëngjesit dhe të mbrëmjes, mas sabahit dhe mas ikindis. Mi lut Allahun e lartësuar që më të ndihmu mi përmend Allahun e lartësuar me dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, që mos më tik asnjë ditë pa e lexuar dhikrin deri në fund. Atëherë kur e lut Allahun e lartësuar përmes kësaj cilësie, ta'lif, që Allah më ta bëu të dashur, më të bëu të butë, më ta zbut zemrën, atëherë zemra jote ka më ta lyp. Po ashtu për shembull, sifat tjetër, cilësi e bukur tjetër Allahut të lartësuar të cilën e përmend Allahu i lartësuar. Fat ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fi al-majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum. Kur ju thuhet o ju besimtar, zgjeroni në tubimet e juaja, bëjuni vend të tjerëve. Allahu i lartësuar përmend, thot bëjuni vend të tjerëve në vend tubimet mezhliset e juaja, që Allahu i lartësuar më jo zgjeru juve. Është e përgjithshme. A nuk kemi nevojë që Allah i lartësuar neve me na i letur çështjet e kësaj bote?
hallet dertet, me na zgjeru çështjet, me na largu pengesat, e lut Allahun e lartësuar përmes kësaj cilësie, duke lexuar ajetet kuranore, të shfaqet cilësia e Allahut të lartësuar, të shfaqet emri i Allahut të lartësuar. E kështu me radhë është i mbushur Kurani. Është i mbushur Kurani me emra të bukur të tij dhe cilësi të Allahut të lartësuar. Pastaj e kemi emrin e bukur të Allahut të lartësuar, Es-Setir. Es-Setir është mbuluesi më i mirë. Mbuluesi më i mirë. E lut Allahun e lartësuar me t'i mbulu temetat tuaja. Ja mbulon të tjerëve temetat, me shpresë që Allahu i lartësuar me t'i mbulu ty në këtë botë dhe në botën tjetër, mos më të turpru para krijesave, mos më ta marr fytyrën. E lut Allahun e lartësuar përmes emrit të tij, e njeh emrin Allahut të lartësuar. Pra mendo tash ti e ka lexuar Kur'anin dhe të vjen ky emri i bukur i Allahut të lartësuar. Kur çtohet dashuria për Allahun e lartësuar, e madhron Allahun e lartësuar, atëherë çtohet edhe malli për Allahun. Bëhet Kurani sebeb për shtimin e imanit dhe për më të shtu malli për takimin me Allahun e lartësuar. Apo emri tjetër i bukur i Allahut të lartësuar, El-Hasib. El-Hasib i ka disa kuptime. Për kuptimeve është ai i cili i mjafton robit e tij, apo edhe ai i cili e merr robin e tij në llogari. Kur kemi në çështjen e dhënien e llogarisë, zakonisht e mendojmë pjesën e frikës, se Allahu i lartësuar na merr në llogari për gjunahet, lëshimet, temetat, gabimet, që është e vërtet. Po kanjëherë kemi nevojë mi nxit dhe mi inkurajoj zemrën tonë që Allahu i lartësuar të merr në llogari për të shpërblen edhe për veprat e mira që i bën. Edhe një buzëqeshje që ja bën vllaut tënd, edhe një shibel, një pe që e largon nga tepihi i xhamisë, një mbetërinë të vogël që e largon nga oborri i xhamisë. Edhe ato kemi gjetë në peshorën e veprave të mira. Nuk i mshefet Allahu të lartësuar asgjë. Andaj në këtë formë shtohet malli për Allahun e lartësuar. Në këtë formë kur e njeh Allahun e lartësuar, nuk ka me kalu faqe e Kuranit vetëm se ti kimi i shtu imanin tënd. Nga se nuk ka faqe të Kuranit dhe nuk ka gati apo thuajse asnjë ajet, vetëm se e gjon një emër të bukur apo një cilësi të Allahut të lartësuar. Ama për mi ditë këto, duhet me u kthy librave ku fol Allahu i lartësuar apo ku janë shpjeguar kuptimet e emrave të bukur të Allahut të lartësuar. Pastaj është njëra nga shtigjet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar i ka 99 emra, 100 pa një. Kush i perfekton ato? Kush i mëson ato? Pastaj Ibn Kaimi ka shpjeguar se çka i bën. E mëson kuptimin, e zbaton atë emër çush reflekton, e lut Allahun e lartësuar, vepron në bazë tij, pra i shihen gjurmë të atij emrit, i mëson përmendsh, hyn në xhenet. Hadithi është i saktë. Pra nuk ja vlen që të ndalemi, ta njohim Allahun e lartësuar, ta bëjmë projekt të jetës që 2 vitet arshme, vitin arshëm, këtë vit deri në Ramazan, ti mësoj një 10 emra të bukur të Allahut të lartësuar që ti lexoj çdo ditë, sikur emrin edhe mbiemrin. Ti kam parasysh argumentet, dobit, çish reflekton e kështu me radhë, 10 këtë vit, 10 vitin tjetër e kështu me radhë, ta njohim Allahun e lartësuar në mënyrë që ta kapim Kur'anin, në mënyrë që Kur'anin ta marrim për një udhë fyes për në xhenet. Edhe të ruhemi nga gjunahet, edhe ta më kemi parasysh mikëqyrjen e Allahut të lartësuar ndaj neve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në një hadith ku thotë: "Wa as'aluka shauqa ila liqa'ik", dhe të lus o Allah që të përmallohem për takimin me ty. Kur përmallohesh për dikën? Kur e don. Kur e madhron, kur të merr malli për dikën. Kur ai ka marr malli me të pa. Atë merr malli për dikën që s'e s'të merr malli. Atë merr malli për dikën që nuk e do, s'të merr malli. Bile alhamdulillah që e lër ti. Për kënd merr malli? Për ato që e do, për ato që e madhron, për ato që mendzi si ka pret mi taku. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun e lartësuar me këtë lutje. Pastaj kur ti e njeh Allahun e lartësuar dhe në çdo dhikr të cilën e përmend, qysh kur zgjohesh nga gjumi, e kur i vesh rrobat, e pasi të merr avdes, e duke dalë nga shtëpia, duke hyrë në xhami, ti vazhdimisht ki dhikre që e kujton emrin e Zotit. Në mjetin e udhimit, kur zbret, kur i zhvesh rrobat, kur han, kur pin, ti vazhdimisht je bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, vazhdimisht je duke përmend emrin e Allahut të lartësuar. E kur një emrin e Allahut të lartësuar, ky dhikr pastaj trashëgon në zemrën tënde frikë, devotshmëri, shpresë,
dashuri për Allahun e lartësuar. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin ku thot Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asiyatik. O Allah, na jep, na ndaj prej frikës ndaj teje, atë frikë që na pengon neve që të bëjmë gjuna. Kur zë vend frika ndaj Allahut të lartësuar, el khashya, për ulja ndaj Allahut të lartësuar, andaj atëherë bëhet pengesë mes teje dhe mes gjunaheve ndaj Allahut të lartësuar. Kjo frikë, el khashya, nuk është frikë e thatë, frikë të merri, është frikë që rrjedh nga dia. Është frikë që rrjedh nga dia dhe madhërimi. Dikuj mund është me ja pas frikën, po nuk e madhron, nuk e don, nuk e respekton. E kjo frikë është që rrjedh nga dia që e madhron ato. Ja din pozitën që e ka, e madhnon, e respekton. Kjo frikë, nderimi, frikë, respekti, andaj e lutim Allahun e lartësuar të na furnizoj me këtë lloj frike dhe të bëhet kjo frikë pengesë mes nesh dhe mes gjunaheve ndaj Allahut të lartësuar. Dhe kjo rrjedh si rezultat i njohjes së Allahut të lartësuar përmes emrave të tij dhe cilësive të tij. Pastaj pikë tjetër në lidhje me ligjëratën e sodit është pika e një thënie e njërit prej sahabeve, i cili e ka përshkruar gjendjen e sahabeve në mënyrë që t'i marrim për shembull gjeneratën më të ardhur për të cilën Allahu i lartësuar është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me Allahun dhe ka premtuar Allahu i lartësuar xhenetin. Në këtë hadith Jundub thot kunna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam gilmanan hazawira. Thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi qenë djalmosha të rinj që nuk e kemi mri moshën e pjekurisë. Pra akoma nuk kanë qenë moshën e pubertetit, pra kanë qenë djem 13-14 vjeç, djalmosha. Ama çfarë nxënësa ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çush e ka përshkruar metodikën, metodologjinë, pedagogjinë e mësuesit më të mirë të njerëzimit. Thot ky sahabi, thot ishim djalmosha të rinj. Ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Fillimisht thot e kemi mësu imanin dhe pastaj e kemi mësu Kur'anin. E kemi mësu imanin e para, pastaj e kemi mësu Kur'anin. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanan. Në pikë së dytë, masi që e kemi mësu imanin, pastaj e kemi mësu Kur'anin, pasi që e kemi mësu Kur'anin, e kemi lexuar Kur'anin dhe e kemi shtuar me të imanin. Po përsëritja edhe një herë për kthimin. Po thotë, së pari e kemi mësu imanin, para se më mësu Kur'anin. Pastaj e kemi mësu Kur'anin e me mësimin e Kur'anit, leximin e Kur'anit, reflektimin për Kur'anit e kemi shtuar imanin. A di çush i vjen ky hadith? Ky ether për këtij sahabiut që tregon gjendjen ose metodologjinë e mësimdhënies së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është sikurse hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadithin e mirënjohur të cilën e dëgjojmë në çdo Ramazan. Kush e agjeron Ramazanin me besim në Allahun dhe me shpresë në shpërblimin e tij, i falën gjunat e kaluara. Pse ka mundsi dikush me agjeru Ramazanin e që sot besimtar? Nuk shpresohet një gjë e tillë. Ai që është besimtar agjeron Ramazanin. Pse ka ardhur imanan wa ihtisaban? Ka ardhur që e jetësojnë imanin. E jetësojnë imanin. Pra janë të vërtet, janë të sinqert, e kanë për një më. Shpresojnë për një mend në ato çfarë Allah i lartësuar i ka premtuar. Pra nuk është iman i përgjithshëm, është iman i detajuar. Andaj ka ardhur, si pari jo ka mësu imanin. Çfarë imani? Se kush është Allah? Emrat e tij, cilësitë e tij, premtimet e Allahut, inkurajimet e Allahut, kërcënimet e Allahut, dënimin e tij. Pastaj kur ky i ka shtrirë rrojt në zemër, ç'ky lloj imani? Kur i ka shtrirë rrojt në zemër, sa e kanë lexuar Kur'anin, e kanë shtuar imanin me ta. Pse? Se në Kur'an përmendet emri i Allahut, përmendet premtimi i tij, përmendet kërcënimi i tij. Atëherë e kanë shtuar imanin edhe më shumë. Pra ti kur agjeron Ramazanin, kërkohet nga ti që jo vetëm me agjeru Ramazanin me dëru etje e pije, me dëru etje edhe uni. Kërkohet nga ti që me shpresu domethënë me iman se Allah i lartësuar ka premtuar që ai që agjeron një ditë në rrugt të Allahut, Allah i largon thyrën e tij nga zjarri i xhenemit 70 vite, 70 vjeshta që ka në hadith. Apo e ki për një më domethënë
në premtimin e Allahut që thot është një derë e quajtur Rayyan që hinë në të vetëm agjëruesit. Dhe tash ti e paramendon gjitha këto si pjesë plotësuese e shtimit të imanit. Ai që e hajron Ramazanin e duke i marrë parasysh premtimet e Allahut të lartësuar përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, detajet e premtimeve të tij, ndryshe hajron Ramazanin. Pra e ka një devotshmëri të shtuar gjatë agjërimit të Ramazanit. Edhe hadithe të tjera ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për urinë e për etjen tonë, ai që nuk e lën fjalët e kota. E kështu me radhë hadithe që kanë ardhur. Pra ti kur agjeron Ramazanin me besim në Allahun, pra besim në Allahun duke i jetësu edhe premtimet e tij, duke i pas parasysh në zemër dhe në mendje ato çfarë Allahu i lartësuar ka premtuar. Andaj ai i cili lexon e mëson imanin. Pra mësohet, imani mësohet. Imani është i natyrshëm në zemrat tona, është në fitrën tonë, ama kena nevojë me mësu çush me besu. Qysh mi besu Allahun, qysh mi besu me lajket e tij, qysh mi besu librat e tij, pejgamberët e tij, ditën e gjykimit, kadon dhe kaderin. Apo duhet më mësu imani. Masi që të mësohet imani dhe rrënjët e imanit të shtrihen mirë në zemër, edhe të rritet pema e besimit, pema e tauhidit, trungu i tauhidit që mo nuk lëkundet, atëherë fillon timi korë dhe mi shiju frytet e imanit. Dhe sa ma shumë që lexon Kur'an, ato fryte vetëm të ripërtrihen. Të ripërtrihet dashuria për Allahun, malli për Allahun, shpresa për Allahun. Pastaj vjen ndonjë kohë kur ti je në krizë, ka rah imani, e lexon emrin e Allahut të lartësuar, apo thirrjen e Allahut të lartësuar, që unë jam afër robit, le të më thirr, le të më lut, unë i përgjigjem. Pastaj ti e shton imanin. Aman, ti e ke parasysh kur është Allah. Ti e njeh Allahun, ama vetëm tash ti e shton imanin përmes Kuranit. Kjo është ajo çfarë kërkohet pe nesh që ta ripërtrijim lidhjen tonë dhe të rikthehemi Kuranit me për një mend. Do të kemi për një kthimin ton drejt Kuranit, duke madhru Allahun dhe pastaj duke e njoft Allahun përmes librit të tij edhe librave të tjerë çfarë mund të na shërbejnë dhe kështu ta shtojmë imanin. Ibn Kaimi e përmend 4 kategori të njerëzve në raportin e tyre me Kuranin. Dhe thotë, njerëzit janë në 4 klasë, 4 kategori. Thotë e para, më të mirët janë ehlul Kur'an wal iman, wa hum afdalun nas. Janë njerëzit e Kuranit, idhtarët e Kuranit, pasuesit e Kuranit dhe të imanit. Këta janë njerëzit më të mirë. Ata të cilët kanë edhe imanin, e kanë edhe Kuranin. Edhe udhtojnë drejt Kuranit, drejt Allahut të lartësuar me iman dhe me Kuran. Kategoria e dytë janë më të këqij. E para më të mirë, e dyta më të këqij. Klasa e këqijve është ata të cilët ju mungon Kurani dhe ju mungon imani. Se kanë asnjërin. Allahu mos na bëft kurrë tyre. Kategoria e tretë është ata të cilët e kanë Kuranin po se kanë imanin. E kanë imanin sipërfaqësor. E kanë një iman, do të besim të brisht, sipërfaqësor shumë të thjeshtë. Ndërsa kategoria e katërt është ata të cilët e kanë imanin, mirë po nuk i është dhënë Kurani. Edhe kjo është kategori e ndërmjetëm. E kanë imanin, nuk janë keq, mirë po Kurani ju mungon nga jeta atyre. E ne duhet të lutim Allahun e Lartësuar të jemi nga kategoria e parë. Ehlul Kur'ani wal iman. Për njerëzve të Kuranit dhe të imanit. E sa herë ta lexojmë Kuranin, ta shtojmë me të imanin. Po do mundal vetëm me një ajet të parë të surës Bekara. Në mënyrë që të reflektojmë se çysh duhet ta madhrojmë fjalën e Zotit dhe çysh duhet ta shtojmë imanin. Thot Allahu i Lartësuar në Kur'an, pas surës Fatiha, e hap Allahu i Lartësuar surën Bekara, kjo surë më e madhe në Kur'an, surë madhështore, ku Allahu i Lartësuar si objektiv të kësaj sure e përmend bindjen tonë ndaj Allahut të Lartësuar, ndaj urdhrave të tij. Kjo është objektiva e gjithë surës. Andaj edhe përmendet shembulli i mirë, Ibrahimi alayhis salam, që ka bindë Allahut të Lartësuar, përmendet edhe shembulli i keq i Banu Israilëve, të cilët kanë filozofuar në bindjen ndaj Allahut të Lartësuar dhe në fund përmbyllet kjo sure me shembullin më të mirë të sahabeve, të cilët thonë se mi'ana wa ata'na, dëgjuam dhe u nështruam dhe nga kjo kategori duhet të jemi edhe ne. Allahu i Lartësuar thot Alif Lam Mim, këto 3 shkronja të ndara nga njëra tjetra. Dhe sa herë përmendën këto shkronja, pastaj Allahu i Lartësuar e përmend librin e tij. Dhe e madhon librin e tij. Dhe thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin." Ky është libri i cili nuk ka pikë dyshimi në të. Ky është libri, Kurani, i cili nuk ka pikë dyshimi në të, është udhëzues për të devotshmit. Dietarët vetëm në këtë rresht të parë të ajetit janë ndarë dhe kanë nxjerrë disa
kuptime. Për kuptimeve të para, kam thonë dietarët, besimtari sapo e lexon surën e parë, mas Fatihas, surën Bekara, qysh në ajetin e parë, i shtohet imani dhe madhrimi i Allahut të lartësuar, nga se folsi përmes këtij Kurani, fjalës së tij, po e sfidon lexuesin duke i thënë që librin që e ki para teje, s'ka pikë dyshimi në ta. Bënë i bindur që është pa kundërthënie, është i vërtet. Dhe ty të shtohet madhrimi i Allahut të lartësuar që e ki kap një libër i cili është pa pikë dyshimi, pa kundërthënie. Andaj, ty moment shtohet madhrimi për fjalën e Zotit dhe për Allahun e lartësuar. Dhalika al-kitab. Dhalika, pastaj fjala dhalika, tregohet një përemër dëftor për diçka që është larg. Arabët kur i thojnë për diçka që është larg, e kanë edhe një kuptim tjetër. Mi rrit peshën e tij. Është një libër jo i zakonshëm. Është një libër me pozitë shumë të lartë, të jashtëzakonshme, është fjala Rabbul Alaminit, i cili s'ka pikë dyshimi në to. Dhalika, atje lart ka zbrit prej Allahut të lartësuar, e ka zbrit Xhibrili, meleku më i mirë, te pejgamberi më i mirë, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, moment që ti e kap librin dhe fillon me lexuar ajetin e parë, që ky libër nuk ka pikë dyshimi më në to, e ndjen një farë përzgjedhje që Allah i lartësuar ta ka bëu. Dhe të shtohet edhe më shumë falënderimi dhe përvulje ndaj Allahut të lartësuar, që e ki kap librin i cili s'ka pikë dyshimi në to, dhe e kap me shumë komoditet dhe me shumë qetësi dhe rahati, jo me dyshje. Nuk e lexon këtë libër duke lyp kundërthanie, nga se qysh në çast Allahu i lartësuar ta ka prej këtë rrugë, s'kish ka lyp këtu kundërthanie, s'ka dyshime në to. Është libër për plot vërteta. E kur e din që është për plot vërteta, e merr si udhërfyes në kërkim të udhëzimit dhe vazhdimisht e lyp udhëzimin në çdo faqe, në çdo ajet, në çdo fjalë të tij. Mundohesh ta gjesh udhëzimin e tij. Pastaj Allahu i lartësuar e lavdron veten e tij që e ka zbrit këtë libër. Thot Allahu, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Lavdërimi, falënderimi takon Allahut, i cili e ja ka zbritur librin robët e tij. E ka lavdëron librin veten e tij që e ka zbrit këtë libër tek robi i tij, tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj qysh në vazhdim të ajeteve Allahu i lartësuar thot hudan lil muttaqin, është udhëzues, udhërfyes për të devotshmit. Dhe me këtë ajet ti tash e qet në zemër si ilaç mbi plagë që e shëron më njëherë. Cilat smundje ti shëron ky ajet? Ti shëron të gjitha luhatjet, të gjitha dyshimet, të gjitha peshpëritjet që mund ti bëj shejtani ndaj teje. Qoftë ai shejtan për njerëzve apo qoftë për gjinëve. Ti e ki Kur'anin. Pse të vjen turp? Pse nuk mburrësh me këtë ve? E ki Kur'anin që nuk ka kundërthanie. E ki Kur'anin të cilin s'ka kush që e mposht. Është libër gjithë triumfues. Është libër nënshtrues dhe mposhtës i të tjerëve. Është aziz. Andaj, qysh në fillim, me ajetet e para, ti e shëron veten. Dhe përveç që i shëron sëmundjet, dyshimet, me dyshjet e kështu me radhë, cytjet e shejtanit, e forcon edhe një vepër tjetër të zemrës. Ajo është bindja, që është njëra prej veprave më të vlefshme të zemrës. Pas imanit, bindja është ajo më e vlefshmja që të çon në xhenet dhe të shpëton nga zjarri i xhenemit. Pastaj, kur Allah i lartësuar, janë disa tash kalojmë tek ajeti i parë i surës Bekare. Pra mundu tash ti mundal ajet pas ajeti, duke munduar me nxjerr margaritar për këtyre mësimeve, për ajeteve çfarë kanë thënë dietar. Në këtë ajet, në mënyrë tërthorazi, jo të drejtë për drejtë, përmenden tre emra të bukur të Allahut të lartësuar. El-Hakim. El-Hakim është ai i cili gjykon me vërtetësi, me saktësi dhe çdo gjë e vendos në vendin e vet në mënyrë të duhur. Është libri që s'ka pikë dyshimi në to, që vërtet nga dikush që është i gjithë urtë, i gjithë dishmi. Pra e ki qysh në ajetin e parë, në mënyrë tërthorazi e kupton emrin e bukur të Allahut të lartësuar El-Hakim. Pastaj ai i cili ka folur me këtë Kur'an, kush është? El-Alim, i gjithë dishmi. Është ai i cili dija e tij ka përfshirë çdo gjë, është dija e tij absolute. Përveç kësaj, Allahu i lartësuar po thotë hudan lil muttaqin, është udhëzues për të devotshmit. Kush është udhëzuesi? El-Hadi është emri i bukur tjetër Allahut të lartësuar, udhëzuesi. Pra mendoj tash ti qysh në ajetin e parë, me meditimin e ajetit të parë, reflekton tre emra të bukur të Allahut të lartësuar. I shëron sëmundjen,
i aktivizon veprat e zemrës. Qysh në ajetin e parë ti shton imanin dhe pastaj vazhdon në çdo faqe tjetër të Allahut të lartësuar, duke të ushtu udhëzimi, duke të ushtu dashuria për Allahun e lartësuar, duke të ushtu devotshmëria, nga se Allahu i lartësuar po thotë është udhëzues për kënd, për të devotshmit, dhe qysh më bëj devotshëm, qysh më zbatu urdhat e tij, qysh më respektu ndalesat e tij, qysh më përmbajt nga epshet, qysh më frenu epshet dhe qysh më mposht cytjet e shejtanit. Gjitha këto i ki përmes ndihmës së Allahut të lartësuar, pastaj kërkimit të udhëzimit përmes fjalës së tij. Dhe për fund ne përmbyllim këtë gjërat, duhet ta kemi parasysh se gradat e larta në xhenet janë tek ajetet e fundit të cilat i lexojmë në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar i ka përmend përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Aishës dhe hadithi tjetër i Abdullah ibn Amrit, që thot yuqal li sahib al-Quran, i thuhet sahib al-Quran, shoqëruesit, dostit të Kuranit, jo lexuesit të Kuranit, dostit të Kuranit. Ai që e lexon, e mëson, punon, e zbaton, e mëson përmendsh, ja mëson të tjerëve. Pra ai i cili nuk ndalet se shoqëruar i Kuranit. Thot iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya. Lexo dhe këndo. Dhe ngritu ashtu qysh ki lexu. Qysh e ki këndu. Tërtili nuk është vetëm lexim i thjesht, është këndim, është bukër shqiptim i shkronjave, është kënaqësi gjatë leximit të Kuranit. Ashtu qysh ki lexu në dunja. Pra ai i cili e lexon në dunja do t'i thuhet në ditën e gjykimit, lexo dhe ngritu, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, nga se grada e fundit që do ta kesh tek Allahu i lartësuar në xhenet, më e larta, është tek ajeti i fundit të cilin do ta lexosh. Këtu për qëllim është ata të cilët e mësojnë përmendsh. Dhe ky është njëri prej haditheve më inkurajuese për mësimin e Kuranit përmendsh. Andaj ka ardhur edhe në të tjera që ajo zemër që nuk ka ajete, nuk ka shpallje të Allahut të lartësuar në gjoksin e tij, pra nuk din përmendsh, i ngason një gërmadhe, një shtëpie ngërmadh që s'jeton kërkush. Pra aq më shumë që ki shpallje në zemër, pa din përmendsh nga Kurani, aq më shumë ki gjallëri dhe jetë në zemrën tënde. Elusim Allahun e lartësuar të na e mundsoj ta njohim atë përmes emrave të tij dhe cilësive të tij, dhe të na heshtoj për mallimin për të në mirëqenie duke qenë, dhe për fjalën e tij ta marrim për një mend, ta lexojmë, ta bëjmë udhërrefyes dhe ta shtojmë imanin për gjatë leximit të Kuranit. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.